Në zgjedh qahon ku të hedh, do gjej një fusha, një lulnaj ku butësisht po shqipolen gjithkund. Edhe pse jo aty fizikisht, ai priste në hyrjen e teatrit të opras dhe baletit si mysafir i mirë dhe bujar. Dhe nuk të dim as ne, as kush. Harrimi shkëp. Ismail Kadare, përmes përvojës imersive në ntiguit e muzikës dhe poezive të tij, ftonte të gjithë që t'i bashkoheshin në teatrin e opras dhe baletit. Në vazhdim në aktiviteteve për 90 vjetorin e lindjes së shkrimtarit të madh, aty u organizua një ekspozit me disa nga objektet më të rralla dhe dëshkrimet origjinale të shkrimtarit. Në hall, përmes xhamit të hall, shfaqeshin letra, dorëshkrime dhe dokumente të rralla të Kadares. Aty lexohej poezia e pamundura e vitit 1983. Fletoria me dorëshkrimin nga përkthimi i lirisë e Seninit. Dorëshkrimi i rrallë i përkthimit të poezisë Itaka të Kavafesit. Dorëshkrimi i përkthimit të poemës Lokomotivës së dimrit të Walt Whitman. Pak më tutje, dorëshkrimi dhe daktilografimi i dimrit të vetmisë së madhe. Aty u shfaqen edhe medaljet e vlerësimet që Kadare mori gjatë jetës së tij. Mes tyre edhe ai, komandanti i Legionit të Nderit të dhënë nga shteti francez. Në katin e dytë priste ceremonia në nder të shkrimtarit të madh. Aty kishin ardhur shkrimtar, studiues, botues, politikan, artdashës dhe njerëz të kulturës së artit. Mbrëmja nisi me fjalën e drejtoreshes së shtëpisë muze Kadare, Anisa Ymeri. Ne kemi vendosur që ta përkujtojmë Ismail Kadaren përmes krijimtarisë së tij. Pa fjalë shumë të mëdha, pa vlerësime nga ato që sigurisht janë të denja për konferenca shkencore, por jo për mbrëmje të tilla. Ne kemi zgjedhur që me shumë elegancë t'ju sjellim disa nga veprat themelore me të cilat është shënuar rrugtimi i letërsisë shqipe. Drejtori Onufrit dhe botuesi i Kadares, Bujar Hudhri, tregoi se si është të gjendesh pra një shkrimtari kaq të madh. Në 30 vjet bashkëpunim me Kadaren, ajo që unë tani kam të konkluzion të qartë po e kam pasur gjatë viteve në fakt është se sa më shumë kam jetë me të, aq më shumë e kam ndjerë që sa larg jam të ti. Sepse kur ti rrinë me atë, rrinë juvenilja, ti unë është në i fërëjesi me atë, dhe ti pret që nga radio të thoj që a i do marrë shumë Nobel. Pra imaginoni në këtë bësh dhe sa i vogël ti dukesh. Pra në të pikë pamje, unë kanë ndjej farë mungesën e tij sepse kam ndjej gjithmonë të largë, sikur si përket kësaj toke, këtij planeti, dhe ato e shpesh. Ai solli edhe një dhuratë të veçantë, një stilolaps, i cili tashmë do të qëndrojë në zyrën e Kadares në shtëpinë e tij muze. Ai kishte një zemër të madhe, ishte shumë i rëndësishëm, sepse njerëz duke se u ka një pamë të thotë, arrogancë, mund të flasësh. Por të kupton zemrën e tij, duhet të mendosh mirë të dish se si të afitosh. Nuk ka askush një zemër të tillë. Shkrimtari Ylliet Aliçkaj tregoi disa copsa bisede me shkrimtarin e madh. Ajo që më ka mbetur kur thuat ajo shkrimi mbetet, në një moment sektori kërkova po votoja një libër për politikin në Francë dhe për ambicet e mia për të promovuar më mirë kërkova Ismailit për parafonin. Fillimisht s'kam as ngeja, as kohë që ta bëj të punë dhe plus me që e kujtove Sadiku, mbaj mund që më tharë, unë si kam dorë marathone Sadik Bekos, sa ju do të rrën ty. Studiuesja Persida Aslani shpalosi një rrugtim stacionor mbi disa nga veprat më të rëndësishme dhe të njohura të shkrimtarit, duke filluar qysh nga kronik në Gur. Teksa ishte student në Institutin Gorki, unë thash, shënon Kadare, se isha nga një qytet vërtet i çuditshëm, ku po të ishe i vdekur dhe të rrëzohesh në rrugë, në vend që të bie në Hendek, mund të bie në pullazin e një shtëpie tjetër. Në fakt, të gjithë e njohin të fjalit famshme të kronikës,
e cila ka shëtitur edhe në tekstet të tjera të mëhershme të Kadares, si Pepra qyteti i Jugut, për të shkuar dal nga dal në këtë roman që duket sikur është romani i një qyteti, në fakt është romani i një kujtese, është kujtesa e një qyteti, dhe jo një qyteti çfarëdo, është qyteti i lindjes, i cili njëkohësisht, paradoksalisht, mbetet në veprën e Kadares për romane të tërë njëri pas tjetrit, një qytet i paemër. Dhe vetë narratori, vetë fëmia që tregon këtë botë me çudinë, po njëkohësisht dhe me mizorinë e rrëfimit të fëmijës, teksa zbërthen një botë që po shembet në peshën e madhe të luftës së dytë botërore, mbetet gjithashtu i paemër. Kadaret do të rrugtojë në vepra të ndryshme, duke ndërtuar një triptik shumë interesant, Kronik në gur, Çështjet marrëzisë dhe Darka e gabuar, dhe vetëm në fund të Darkës gabuar do të lërë gjurmën e emrit të Gjirokastrës. Rrugtimi i saj u shoqërua me rrëfimin e aktorit Kristian Koroveshi. Gjithçka në ky qytet ishte e vjetër edhe e gurt, duke nisur nga rrugët e krojet e gjirtë e pullazet e shtëpive të ditë të mëdha, shekullore, që ishin të mbuluara me pllaka guri ngjyrë hiri, të ngjashme me calus pa gjigande. Ishte e vështirë të besojë se në ato korraca të forta gjëllonte dhe përtërie i mishi i buti jetës. Ky ishte një qytet i pjerrët, ndoshta më i pjerrti në botë që i kishte thyer të gjitha ligjet e urbanistikës. Nga shkaku i tjerësisë së madhe ndodhte që në nivelin e pullazit të njërës shtëpi gjendeshin themelet e tjetrës dhe me siguri ky ishte i vetmi vend në botë ku kalimtari po të rrëzoi në vend që të shëmbej në gropën ndan udhe, mund të binte mbi pullazin e ndonjë shtëpie të lartë. Këtë gjë më mirë se kushdo e dinin pjanecët. Ishte me të vërtet një qytet shumë befasues. Ti mund të ecje rrugës dhe po të doje mund të zgjatje pak kraun e të vije kësulën tënde mbi majën e një minarje. Shumë gjëra këtu ishin të pabesueshme dhe shumë shkat ishte si në ëndra. Duke ruajtur me vështirësi jetën njerëzore në gjymtyrët dhe nën lëvozhgën e ditë gurt, qyteti i shkaktonte asaj të padashur shumë dhimbje, gërvishti edhe plagë, dhe kjo ishte një gjë natyrshme, përderisa ky ishte një qytet prej kuri dhe çdo prekje e tij ishte e ashpër dhe e ftohtë. Ishte e vështirë të ishe fëmijë në këtë qytet. Aktoria Raimonda Bulku, në nxërin e saj melodios, solli poezinë Kinemaja e vjetër. Kinema e vjetër, kinema e braktisur, ku prej kohësh më slozin filmat përsëritur, ku s'bëjnë më zhurmë njerëzit me kariket, ku në pushimet e seancave s'shesin kikirik. Ekrani me njolla, megafonët prishur, stolat janë boshe, si radhë të pashkruara. Këtë poem, stolash, të gjatë, të braktisur, nga dera i vështrojnë, plot mall, i menduar, kinema e fëminisë, kinema e rëmujës. Kam parë kaq vënde, kam parë kaq salla, po n'asnjë prej tyre s'kam hyrë me aq buj, sa të ti e shtrenjta, barak, e rralla. Më mirë askund vetën se kam ndjerë. Nas sallat luksoze me kadife që shndrit, megjithse në to me lezhverda kam qënë. Kushtet e ti vija me jevko në rakip, lek, të mbledhura me mondim paret, tingulli i gëzuar në biletari, afishe të xhamia edhe të qafe pazarit, të shkruara nga vetë portieri Qani. Për të njëjtin film, tek njëra afishe, shkruaj titullin ndryshe të tjetra. Por kjo, as njeriu punë si prishte. Ti falnin ty të gjitha, e dashura, e vjetra. Në atë copë ekran, për herë të parë, një copë të botës së gjërë në pamë, 6 metra katror, bota fundskish e anë.
Bota ngjante e shkëlqyer, ndonse ekrani ishte me arna. Dhe ne ishim me arna. Me arna ishte Republika, koha, bryllat, shtetet ishin me arna. Por në sytë tanë kishte të tillë dritë që nuk e patën kur më të ndriturat ekrane. Kinema e vjetër, kinema e braktisur, stola ku janë ullur varg ditët e fëminisë, si cërojnë se gjithmonë, si një rresht të zoq me një telefoni. Kinema e vjetër, kinema e braktisur, stola të rëndë, të gjatë, të vithisur. Në çdo mosh që të hyj, në çdo vend që të vete, si hamall këto stola do t'i marrë me vete. Alert Qelo Alia i dha jetë një copëze të generalit të ushtrisë së vdekur. Generali u vrejt. Unë nuk kam arsye të fshehta, tha ai ngadalë. Unë nuk isha ndonjë vajzë naive që të kujtoja se mbledhja e eshtrave të ushtarëve i ngjan një operete. E dija se kjo do të ishte një punë e rëndë dhe zyp. Ai thoshte të vërtetën. E kishte kuptuar që në fillim se ndodhej përpara një detyre të jashtëzakonshme. Siç kishte thënë ministri, në këtë punë do ta ndihmonin dashuria dhe urrëti. Kur ishte kthyer nga Ministria e Luftës në shtëpi, ditën që i ngarkuan këtë mision, ndjente në shpirt një muzikë. Ishte muzikë funebre dhe mallngjyese njëkohësisht. Pastaj hapi dosjet dhe nisi të shfletonte. Nga ato lista të gjata, pothuajse të pafundme, filloi të frynte një herë hakmarrje. U ofrua te globi dhe gjeti Shqipërinë. Provoi një gëzim të egër, që ajo ishte e vogël, sa një pikë. Pastaj ndjeu urrëti. Kjo pikë e vogël u kishte ngrënë kokën kaq djemve të bukur dhe trima. Dhe deshi sa më parë të niseje, vinte tek ai vend i egër e i prapambetur, siç tregonin për të. Ai do tendej midis atij populli, që përfituronte si një turm parakësh, dhe vështrimi i tij për buzës do të thoshte: "Shikoni që keni bërë, o tegër." Përfituronte madhështinë e bartjes së eshtrave. Sytë e topitur, krejt të utuar të shqiptarëve, si sytë e fajtorit të paditur që, pasi ka thyer një vazë të çmuar, rrie vështron në njanë me pikëllim. Megjithatë, isha krenar, tha generali me së të lodhur, duke vazhduar fillin e mendimit. Ne do t'i kalonim arkat e ushtarëve tanë midis tyre, duke u treguar se madje edhe vdekja jonë është më e bukur se jeta e tyre. Ja kështu mendoja atëherë. Por kur erdhëm këtu, punët qëndronin ndryshe. Ju e dini këtë më mirë se unë. Në fillim iku krenaria, pastaj hije e rënd, pastaj gjithë përfiturimet e tjera. Dhe ne tani jemi këtu mes shpërfilljes përgjithshme. Dy bufon të mirë të luftës. Më fatkeqet e të gjithë atyre që luftuan edhe u thyen në këtë vend. A nuk është kështu? Prifti nuk u përgjigj. Edhe generali u pendua që foli. Ata ecën në copë rrugë në heshtje dhe në trotuare vazhdimisht binin gjethet e fundit. Generali ndjeu vetëm keq edhe të vetmuar. Ai nuk deshi të bisedonte për këto gjëra, të fliste më mirë për ato ditë të zymte që i kaluan huntirave, ku të njonte shiu dhe të rëqefte era, për vështrimet e akulta të fshatarëve të veshur me shajak të zi. Për atë natë, kur prifti kishte thirrur i llahtarisur në gjumë për një fushë përleshjesh, që tani ishte mbushur nga ujit e një liçeni të një hidrocentrali, edhe barezat ishin zhdukur në të. Edhe uji, duke i kuq në çastet e muskut. Krejt i kuq. Edhe më në fund për atë kafkën që i kishte të gjitha dhëmbët prej Floriri, dhe që kur punëtorët e nxorën, dhëmbët i ndritën befas në diell, edhe u duk sikur Kafka buzëqeshi me cinizëm. Për të gjitha këto,
Një shkrimi të Kadares kushtuar Angelin Preliocajt ju dha zë përmes muzikës së leximit të aktorit Muzafer Zifla, në shoqërinë e dy balerinëve të ri, Greta Tocila dhe Enri Nela. 3 herë Opinga rau dheun, si kur kërkoj leje prej ti. Pastaj Shamia palët ndehu, me qetësi, me madhështi. Kështu mes qiellit dhe tokës, valja u lind, valja u shtal. Këmba sinjali çon tokës dhe dora qiellit i jep larg. Dhe valja rrogulliset tutje, mbi kohra hedhur si hobe. Prilli përsipër i heth lule, dhjetori borën shkund atje. Valle shqiptare, shënja në erë, ylbere tirqe shteje të hu, kush ju kurseu ju njëherë, dhe këmbët robë si mben tek ju. Kush rami dis vorbull suaj, dhe supergjit, dhe superflak. Ju, bubullima me Opinga, që në përshekuj brodhët varg. Aktoria Luiza Gjuvani solli përmes zërit të saj copza nga pallati i ëndrave. Markalemi ndjente një akullsirë në gjoks, ndërsa këmbët po e çonin drejt qendrës së qytetit. Trotuaret nga të dyja anët e udhës ishin plot njerëz, por lëvizjet e tyre ishin të ngrira me një përpikëri të keqe. Dhe po aq të varfra në kërkëllidhjen e tyre dukeshin karrocat dhe një kasnec i mirë tek sheshi i Islamit që dukej sikur po shpallte mërzin e botës. Ç'kishin pësuar kështu jeta, njerëzit, gjithçka. Atje, Markalemi buzëqeshi për brenda vetes si me një të fshehtë të shenjtë. Atje, në dosjet e tij, gjithçka ishte ndryshe, aq e bukur dhe plot ndezulli. Ngjyrat e reve, pemët, bora, urat, tymtarët, zogjt, çdo gjë ishte më e kërtnesë dhe më e gjallë. Dhe lëvizjet e sendeve të njerëzve ishin më të lirshme, të rëshqitshme e harmonioze. Si vrapimi i drerëve në përmjegu të papenguara në çdo hap nga ligjet e kohës e të hapësirës. Sa e mbërthyer në pranga, koprace dhe marrëzisht e mërzitshme dukej kjo botë në krahasim me tjetrën, në punës i së cilës ai ishte. Si i shastisur, Markalemi vazhdonte të vështronte qytetin. Gjithçka ishte vërtet e bjerrur dhe varfërisht e pikëllueshme. Më mirë që gjatë këtyre muajve që punonte atje s'kishte dalë asgjë punë dhe s'kishte takuar asnjëri nga bota jashtme. Kjo ishte ndoshta dhe arsyeja që në mpunësve të pallatit të ëndrave u jepej leje shumë rrallë. Tani po e kuptonte se ajo leje as që i duhej fare dhe as që i duhej të dilte më në për këtë qytet të përçudnuar. Mbrëmjes nuk mund t'i mungonte as kantautori Gjeri Leka, i cili jo vetëm këndoi, por edhe tregoi disa nga historitë e këngëve me tekstin e Ismail Kadares. Shoku i klasës, Piero Çako, merrte një poezi tjetër. Tha, Gjergj, mora dhe unë, tha një material shumë të bukur për Kadares. Ma, sa ti ka shirura në liqenq. Are, tash, po që s'ke menduar e ka shjapë shokjes të ndër klasës, i mba mullës. Ja dha imbës edhe pas pak u fejua. Me vajgjet e Kadares kuptohet edhe me mrekullin që shkroi Piero Çako atere. Të dielën ti martohesh dhe në dasën të gjithve na ke thirrur. Mbi fytyrën tënde të bukur, s'pat budra e bardhë, gjithë natën ne gëzuam
të dhe lutem një fjallë na e thue, mbi tryhez ti e shturie, qutit rishte huaj, bashkë vite më parë, kemi qënë me këtu, kemi folur për fima, dashurin gjithashtu, të thirë ku je, për mes qeqesh me mal, asje gjurë me gjëkur ku je, vetëm pudra s'par, vetëm pudra s'par. Gjergj Leka së bashku me studenten me kitar, Delina Murati, këndua në para ku që mbuluan fletët. Mbrëmja në përfundim i la vëndit leximeve të poezisë dhe teksteve të autorit të madh shqiptar. Ka dhe të shpit, të lirë, si erë, mbetur tutje të hu, në përbot, a në mban, që s'na dim, ku jemi, që si dim, ku jam. Mamajre ime shqipen mirë se di, letrat si Aragoni shkruan, pa pik pa presë. Baba im u endë në rininë të tjera dete. Po ti erdhe, duke ecur në përkaldrëmin e qytetit tim, i gurt, i qetë. Më ka marrë malli për Shqipërinë tonë. Sonte kur po kthehesha me trolejbus, tymi i cigarit partizani që pinte dikush, dridhej, kaltronte, bënde spirale, sigur të fshehta, më thosh, në gjuhën e shqiptarëve mua bashkëndetarit. Të të puth e të ik pak thim. Dhe s'do dim as ne, as kush. Ismail Kadare mbylli syt me një korrik 2024 në moshën 88 vjeçare, por vepra e tij do të jetojë përgjithmonë, jo vetëm në letra shqipe, por edhe si një ndër shkrimtarët më të mirë të letërsisë bashkëkohore botërore. Iku para kohe, pasi letërsia dhe Shqipëria kishte akoma nevojë për penën e tij, por ca ikje janë të pashmangshme dhe ndoshta të mistershme, ashtu sikur sa i thoshte në njërin nga poezitë e tij. Një shenjë ndoshta të pakuptueshme do t'i bëj të gjithëve, e do ikë